qoftë me ju, familjarët e juaj dhe të dashurit e juaj. Jemi në emisionin para iftarit, emision ky që mundsohet nga ana Këshillit Bashkisë Islame të Prizrenit në bashkëpunim me televizionin Besa, pra jemi drejt për drejt në këtë emision, ku gjatë muajit të bekuar të Ramazanit do të mundohemi që do të jemi së bashku me ju në ekranet e televizionit Besa, me hoxhallar të ndryshëm, por edhe me talebe të ndryshëm, kurse sot për të folur për temën urtësitë e muajit të bekuar të agjerimit, kemi ftuar hoxhën e nderuar Naser Efendi Kastrati, po së bashku për ta zbukuruar këtë emision, kemi ftuar edhe talebet e xhamisë e Mehmet Terziut, ku njëra prej tyre është Hajrunisa dhe tjetra është edhe Adela Çollaku, ku do të na performojnë një performancë të tyre të cilët e kanë përgatitur për neve. Prandaj mysafirët tonë të nderuar i dëshojmë misardhje. Hoxha fillim me serën e emisionit tonë. Mirë se u Oj, faleminderit për ftesën. Allah i nderoft. Edhe ju mirë se erdhët në emisionin tonë, Zoti ju nderoft. Kemi afër hoxhë nderuar një vajzë shumë të vogël këtu, Hajrunisa është, e cila do të na lexon Kur'an neve, pra do të na lexojë një do, po, mashallah, është një edhe talebe, por është edhe një me moshë të vogël. Prandaj këtë emision të hapim me leximin e Kur'anit inshallah. Hajde Hajrunisa, bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Kul huwallahu ahad. Allahu samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Mashallah Hajrunisa, mashallah. Allah të nderoft juve, mualimën, prindet e tyre, inshallah. Hoxhë nderuar, jemi në ditën e dytë e muajit të bekuar të Ramazanit. Besoj që atmosfera është në disponim, kemi pa që është një farë ndryshimi. Si thuani ju? Alhamdulillah, paraprakisht e falenderojmë Allahun xhalla shanuhu për gjitha të mira që na i ka dhuruar, që na ka mundsuar edhe këtë vit, këtë muaj të bekuar të Ramazanit, me fillua inshallah e lusëm Allahun xhalla shanuhu që me na mundsu me përfundua në mënyrën dhe në formën më të mirë. Amin. Si fillim, për vrem do të thotë praninë e xhamatit në për xhamia është mirë, do të thotë ka interesim si për namazin e teravive, po ka rastis që tjetë edhe vikendi, do të thotë fillimi i këtij muaji të bekuar të Ramazanit, po vrem që edhe në vakte këtu është elhamdulillah, kemi pasur do të thotë dhe ka xhamat më shumë se sa në ditë tjera para Ramazanit. E shpresojmë që të vazhdoj kështu dhe numri inshallah shkon edhe duke ushtuar. Edhe ne po ashtu shpresojmë inshallah, për shkak se është muaji i mëshirës dhe padyshim këtë mëshirë për ta përfituar ne, pra për të më hinë në umbrellën e mëshirës së Zotit duhet të preokupohemi pak a shumë. Duke marrë parasysh këtë çka thash në fund, hoxhë nderuar, atëherë do të flasim për urtësitë e muajit të bekuar të Ramazanit. Si fillim dua t'ju parashtroj këtë pyetje, do thotë cili është definicioni i agjerimit dhe pse duhet të agjerojmë këtë agjerim ne? Sa i përket pra temës e poshtë arsyeshme që pasi jemi në fillim të muajit të bekuar të Ramazanit, pak të flasim rreth kësaj, do thotë urtësisë apo urtësive të agjerimit, të mundohemi t'i themi disa fjalë, e paraprakisht, pasi është fjala për agjerimin, një përkujtim ashtu freskimit dhënave, se normal ata që agjerojnë duhet ta dinë edhe spaku definicionin apo përkufizimin e agjerimit, e që pikat shkurtra nënkupton abstenimin, heqjen dorë dhe largimin nga ushqimi, që nënkupton hajën, pijen, dhe nga aspekti i nefsit apo i epshit, që nga momenti i syfyrit e deri në perëndim të diellit apo kur fillon hyrja e kohës së akşamit. I gjithë do thotë kjo kohë që e përmendëm duhet të llogaritet se jemi në adhurim, në ibadet ndaj krijuesit ton, ndaj Allahu xhalla shanuhu, dhe largimi nga këto që i përmendëm duhet bëhet
për hir të Allahut dhe me niyet apo me qëllim që ne jemi duke kryer një prej adhurimeve, një prej ibadeteve që kërkohet prej neve, që është agjërimi, e që dihet po ashtu se agjërimi është një prej atyre kushteve kryesore në fejen islame. Kur themi kushteve kryesore, atëherë në kuptohet edhe rëndësia dhe vlera e agjërimit. E lusim Allahun xhaleshanuhu që të jemi të vetëdijshëm, do të thotë, për adhurimin që jemi duke e kryer e inshallah angazhohemi dhe do të jemi në nivelin e duhur që të përfitojmë sa më tepër nga mirësitë e këtij muaji të bekuar të Ramazanit. Hoxha, kuptohet gjatë këtij muaji të bekuar, pra një muaj, rëndësinë e këtij ibadeti, si çdo ibadet tjetër, ka çdo urtësi, ka çdo mirësi, begati, po pasi që jemi edhe muajin e bekuar të Ramazanit, atëherë ne si besimtar jemi të obliguar që të njihemi dhe të dimë për urtësinë apo edhe për në përgjithësi për muajin e bekuar të Ramazanit, për agjërimin. Sa i përket, do të thotë, agjërimit, po në përgjithësi adhurimet, ne si besimtar që jemi, duhet që adhurimin ta kryejmë për hir të Allahu xhaleshanuhu dhe me niyet apo me qëllim se jemi të urdhëruar dhe duhet të veprojmë ashtu si na ka urdhëruar Allahu xhaleshanuhu. Pa marrë parasysh për momentin ne a e kuptojmë arsyen apo qëllimin apo urtësinë për cilën Allahu fuqiplot ibadetin e caktuar, në këtë rast do të thotë agjërimin, na e ka obliguar neve. A e kuptojmë urtësinë apo nuk e kuptojmë? Na duhet jemi të gatshëm me çuar në vend urdhin e Allahu xhaleshanu. Dhe të njëjtën kohë duhet jemi të bindur se çdo urdhër i Allahut fuqiplot, me cilën ai na është drejtuar neve, është për të mirën tonë. Dhe bërthen apo përfshin në veten e tij, do të thotë urdhri me cilin ne urdhërohemi, përfshin mirësi të shumta, por tash mvaret njeriu sa ka arrit mi i kuptu ato, apo ja i kupton gjitha apo nuk i kupton, ajo mvaret mandej prej aftësive të njerëzve. Por në parim ne jemi të thirrur që urdhrin e Allahut ta zbatojmë pa hezituar fare, të bindur në atë se atë shka na e ka urdhru Allahu xhaleshanuhu është për të mirën, për interesin tonë. E mandej mund të hulumtojmë, mund të thotë të kërkojmë, mund të studiojmë dhe të zbulojmë urtësi, arsye, do të thotë të shumta në lidhje me ato gjëra që Allahu xhaleshanu i ka kërkuar prej neve. E tek agjërimi, për shembull, ne kur të flasim, do e mos duhet të bazohemi në argumente që i kemi, si në ajetet e Kuranit, pra në fjalët e Allahu xhaleshanuhu, po ashtu edhe në thënjet, hadithet e dërguarit i Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. E sa i përket agjërimit, do të thotë e kemi ajetin 183 nga sura e Baqara, ajet me cilin Allahu xhaleshanuhu na drejtohet neve dhe na informon për obligueshmërinë e agjërimit. Dhe në të njëjtin ajet, me pak fjalë Allahu xhaleshanu e tregon edhe një prej urtësive apo qëllimeve, synimeve të agjërimit që është devotshmëria. Pra ajeti, sikur që është, ja ejuhalladhina amanu kutiba alaykumus siyamu kama kutiba alal ladhina min qablikum la'allakum tattaqun. Që do thotë, o ju që keni besuar, ju është obliguar juve agjërimi, sikurse që ka qenë obligim edhe tek popujt e mëhershëm. Pastaj thot la'allakum tattaqun, që të arrini, do thot, nivelin apo shkallën e devotshmërisë. Do thot, me agjërim synohet devotshmëria. Por normal agjërimi si adhurim që është i drejtohet besimtarve, atyre që i kanë besuar Allahu xhaleshanu
Dhe fillimi i ajetit po ashtu, Allahu Gjellëshanu na është drejtuar me thirrjen ja ejuhelledhina amenu, o ju që keni besuar. Pra agjërimi ju dedikohet besimtarve, atyre që e kanë pranuar me vullnet, me dëshirë, pa ndonjë farë imponimi, pa ndonjë farë dhune, për shembull besimin në krijuesin e Allahun Gjellëshanu, në atë që ka krijuar qiejt, tokën, na ka kriju neve dhe çdo krijes tjetër. Ai është krijues i vetëm, nuk ka krijues tjetër përveç Allahu Gjellëshanu. Ai që na ka kriju neve dhe që po na mundson neve jetën këtu në këtë botë me e vazhdue, normal se ai për interesin ton, për të mirën ton, na urdhëron me vepra, me punë të mira dhe të njëjtën kohë kërkon prej neve që të largohemi prej disa veprave, disa punëve të këqija. Gjitha këto për të mirën, për interesin ton. Edhe në këtë rast do thotë Allahu na ka obliguar me agjërim. Kur themi na ka obliguar, do thotë tu na nuk ka vend tash për me filozofue ose me lodh mendjen tonë. Pse agjërimi, çka ka do të thotë, pse mu larguna do të thotë pehaje, përrepije, për këtyre gjërave, sikur që e tham, besimtari në parim e din se me atë që urdhërohet nga Allahu është në interesin ton, na duhet me e zbatue. Por të bindur në atë se kemi përfitime të shumta, si për jetën në këtë botë, si në aspektin do të thotë fizik, psiqik, shpirtëror, do të thotë në shumë aspekte kemi përfitime të shumta nga agjërimi. E Allahu Gjellëshanu, pastaj sikur që e tham, në përfundim të ajetit na tregon se një prej atyre synimeve është devotshmëria. Pra, më kryesore në fakt. Kryesore. E devotshmëria çka është? Devotshmëria është kur ne e kuptojmë krijuesin tonë në mënyrë reale dhe angazhohemi deri në maksimum për me i zbatua urdhët me cilat krijuesi neve na është drejtuar. Dhe po ashtu angazhohemi deri në maksimum që ne me u largue nga gjërat që na i ka ndaluar Allahu Gjellëshanu. Pra devotshmëria në këtë mënyrë shprehet nga ana jonë. Këtë devotshmëri ndoherë përmendim edhe si frikë ndaj Allahut, do të thot apo tek njerëzit termi që përdoret na si tutëm askuj tjetër përveç Allahut, friga apo tuta ndaj krijuesit, ndaj Allahu Gjellëshanu, respekti ndaj tij, nuk shprehet vetëm me gjuhën tonë, por duhet shprehet me vepra, me punë tona. Pra nuk mjafton me thonë unë si tutëm askuj tjetër përveç Allahut dhe njëjtën kohë nuk i kryejm detyrat me cilat ai na ka obliguar apo nuk largohemi nga gjërat që ai na i ka ndaluar. Atëherë do thotë atëherë fjalë të kotat apo fjalë të atyre që nuk janë të vetëdijshëm se çka janë duke folur. Kështu që Allahu Gjellëshanuhu si krijuesi yni për trupin ton, për jetën ton, din më shumë se sa që ne dim për veten ton. Sa është kryesion. E ne duhet ta kuptojmë atë se njeriu si qenje e krijuar nga Allahu Gjellëshanuhu përbëhet nga dy komponent kryesor që është materia apo e shfaqen në trupi jon dhe shpirti jon. Shpirti është po ashtu një krijesë nga Allahu Gjellëshanu që është pjesë përbërëse e qenjes tonë, e që ne shumë pak dim për shpirtin tonë. Sepse nuk është diçka do thotë që kapet me syrin tonë apo preket me gjymtyrë tonë. Por është një realitet që nuk mohohet e Allahu Gjellëshanuhu nëpërmjet agjërimit kërkon që ne ti përkushtohemi anës shpirtërore tonit më tepër se sa anës materiale. Pra, kur kërkon prej neve që ne të largohemi nga ushqimi, nga haja, pija, nga çështjet e nefsit të epshit, në një mënyrë mund të themi se agjërimi në këtë formë apo në këtë mënyrë e lën të uritur trupin ton, anën materiale tonin, por të njëjtën kohë
agjërimi e ushqen shpirtin tonë, do thotë është, si të themi, uritje për trupin, për anën materiale, po është ushqim për shpirtin. E shpirti është në krahasim me materien shumë ma i vlefshëm, shumë ma i rëndësishëm, se kur është shpirti në trupin tonë, ne trupi është i gjalluar. E kemi jetën, do thotë, e shijojmë jetën në këtë botë, në këtë dynja. Momentin kur ndahet shpirti nga trupi, atëherë trupi s'ka vlerë. E për atë arsye, Allahu xhallashanuhu nëpërmjet pra agjërimit, një prej atyre urtësive të agjërimit është që ne në rend parë ta dëshmojmë besimin ton ndaj krijuesit, ndaj Allahu xhallashanuhu, se për hir të tij ne jemi në gjendje gjitha ato detyra dhe obligime që i kërkon prej neve me i zbatue, me i krye, dhe të njëjtën kohë me u largu prej gjërave që na i kanë ndaluar. Njeriu gjatë jetës së tij, do thotë, përditshme e ka të zakonshme ushqimin, hajën edhe pijen, dhe normal që haja edhe pija është prej gjërave të domosdoshme për jetën e njeriu në dynja. Nuk është prej gjërave të ndaluara, normal ushqimet që janë të lejuara, pra ta kemë parasysh. Por Allahu xhallashanuhu kërkon prej neve që në këtë muaj të bekuar të Ramazanit, ne ta ndryshojmë pak atë rutinën e jetës tonë dhe për hir të Allahu xhallashanuhu të tregohemi të gatshëm që jemi në gjendje edhe prej gjërave që jemi mësuar zakonisht ato t'i përdorim, t'i shfrytëzojmë, me to do të jetën tonë ta kalojmë, jemi në gjendje që për hir të Allahut për një periudhë caktuar, sikur që e ka caktuar Allahu xhallashanuhu nga syfyri deri në kohën e perëndimit të diellit, pra deri në iftar, që edhe nga gjërat që normal ato nuk janë të ndaluara, nuk janë të këqija, do thotë, nuk janë të dëmshme për shëndetin tonë, për njeriu, por për hir të Allahut, na jemi në gjendje që edhe prej atyre me abstenue, me u tërhek, me u largue, dhe në një mënyrë me besim në Allahun xhallashanuhu, me adhurim të Allahut, ne me e ushqye shpirtin tonë. Atë pjesë që për fat keq, do thotë, gjatë shumicës kohës njerëzit e lën anash dhe e harrojnë. Kur ne merremi me shpirtin, ushqimi i shpirtit është pra ibadeti, është adhurimi, është për shembull agjërimi, është namazi, është leximi i Kuranit, është përmendja e Allahu xhallashanuhu e kështu me radhë. Këto mirësi që njeriu i arrin me këto ibadete duke ushqyer shpirtin e tij, i përjeton vetëm ai që është duke e zbatuar, duke e quajtur në vend urdhrin e Allahu xhallashanuhu. Pra këtë duhet ta kemë parasysh, sikur që e tham, edhe në fillim, ne urdhat e Allahut duhet të tregohemi të gatshëm me i zbatue, pa hezitue fare, të bindur se ai na urdhëron vetëm për të mirë dhe na e don vetëm të mirën neve, e mandej do thotë, kur ne i zbatojmë, mund të hulumtojmë, mund të kërkojmë, dhe sigurisht se edhe do të gjejmë urtësi dhe qëllimet të shumta nga adhurimet dhe ibadetet që jemi duke i kryer. Në këtë rast, hoxha e nderuar, përmendet do thotë se në fakt na duhet të dimë për çdo gjë, për çdo ibadet, për çdo adhurim, për shkak se si besimtarë kemi të obliguar të dimë për këto. Në këtë rast agjërimi, ju përmendet që më tepër është që të ushqej shpirtin këtë rast, po e dim që edhe gjatë njeriu kur ta xheron gjen shumë urtësira, qoftë në aspektin fizik, por edhe në aspektin shpirtëror. Janë të shumta, po a mund pas të çellosh tema në këtë ditë të dytë? Do të mundohemi disa prej tyre na e shprehni, na tregoni se cilët janë domethënë më të prej arsyeve apo prej urtësive, prej të mirave të agjërimit është se agjëruesi e ndihen, e kupton dhuntin me cilën Allahu xhallashanuhu
atë e ka pajisur dhe e ka nderuar. Njeriu mund do të thotë sprovohet në jetën e tij me skamje, me do të thotë mungesë të mallit, pasurisë, do të thotë gjërave të domosdoshme ndoshta në jetën e tij të përditshme, po dikush mund të sprovohet që të ketë prej këtyre me sasi të mjaftueshme, e kur njeriu ka, ndoherë nuk ja din vlerën e atij që nuk ka, ose nuk e din gjendjen, sprovën e atij që nuk ka. Në këtë muaj të bekuar të Ramazanit, në një mënyrë njerëzit barazohen, si ai që ka, si ai që nuk ka, e sidomos gjatë ditës. Edhe ai që i ka mundësi, do të thotë, e ka hajën, e ka pijen, pra ka ushqim të mjaftueshme, s'ka kur farë pengese që me i shiju, me ushqyje me to, po gjatë ditës, për hir të Allahu xhalleshanu, pra ai është i larguar prej tyre. Kur largohet prej tyre, normal se kjo ka me ndikue pozitivisht të ai që në një mënyrë, në një formë apo tjetër, ai me u solidarizue me ata që nuk kanë. Pra ka me mendue për ata që vuajnë, do të thotë, nga skamja, nga mospasja gjatë tër vitit. Dhe atë çdo herë, do të thotë, në rrezullin toksor ka njerëz që kanë edhe që nuk kanë. Edhe sot për shembull, në këtë kohë, na do thotë, po agjërojmë, elhamdulillah, falenderojmë Allahun xhalleshanu, por në iftar tryezën do ta kemi, do thotë, përgatitur me ushqime të ndryshme, nuk do ta kem atë dert, atë gale, do thotë, atë do të kem një iftar me hangër. Por duhet ta dim se dikush edhe agjeron, edhe në iftar prap nuk ka çka me hangër. Është i sprovuar, do të thotë, raste ndodhi të ndryshme, sidomos e kemi rastin për shembull tash luftrat, sikur që është për shembull Gazaja, Palestina atje, pa strehim, pa ushqim, pa gjëra, do të thotë, elementare të jetës së tyre, e muslimani, do të thotë, kur edhe vetë për disa qaste kalon, do të thotë, momente të njëjta me ata që nuk kanë, atëherë kjo ka me mbjellë të aja, po ka me e nxit atë ndjenjen e mëshirës dhe ofrimit të ndihmës ndaj atyre që nuk kanë. Dhe nga malli apo pasuria që e posedon, atëherë normal muslimani edhe në praktik e vrem atë se në Ramazan është më bujar. Pra është më dërshlirë, përveç obligimeve që janë, si për shembull dhënia e zeqatit, edhe me lëmosha, do thotë, me sadakata ndryshme, jep ju ndihmon të tjerëve. Pra është muaj që Allahu xhalleshanuhu, sikur që e tham, do thotë, synon shumë gjëra, po një edhe prej këtyre është që me u solidarizue i pasuri me të varfrin. Pra me e ndije i pasuri vuajtjen e të varfrit që e bën gjatë tër vitit. Edhe kjo do thotë normal që i afron pastaj njerëzit mes veti. Pastaj me adhurim të agjërimit që ne e bëjmë për hir të Allahu xhalleshanuhu, e dëshmojmë veten tonë se nuk jemi në ndikimin e djallit të mallkuar. Se normal djalli i mallkuar në nxit neve në dhenjen tonë për stepërmi pas për shembull gjërave të epshit, të nefsit, mundohet me na verbrur neve, me na deviju nga rruga e krijuesit, nga Allahu xhalleshanuhu. E njeriu kur është i ngopur, kur është, do të thotë, vazhdimisht me ushqime, me haje, me pije, ushqimi në një mënyrë njeriu t'ja lehtëson edhe rrugën e lukseve të ndryshme që ndonjëherë i kalojmë edhe kufit
që na lejohen neve dhe mendojmë pastaj në harame apo mund të veprojmë gjëra që na i ndalon Allahu xhalleshanu. E me agjerim në një mënyrë ne ja ngushtojmë rrethin djallit të mallkuar, sepse gjatë agjerimit ne duhet ta kuptojmë se jemi në adhurim. E kur jemi në adhurim, atëherë shejtani është larg neve. Plus asaj që e dim se në këtë muaj të bekuar të Ramazanit, Allahu xhalleshanu nga mëshira e tij ndaj njerëzve edhe e kufizon atë ndikimin të djallit mallkuar ndaj besimtarve, sikur që përmendet në hadithet e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam se prej mirësive të muajit të bekuar të Ramazanit është edhe prangosja e djajve, e shejtanëve. Pra, kur njeriu është në ibadet normal, ndikimi i djallit është i kufizuar. Kur përmendet Allahu aty, djalli vend nuk ka. E kur s'ka vend djalli, atëherë njeriu veç bën vepra të mira, bën do të thotë punë të mira, është çdo herë pozitiv dhe në këtë mënyrë është më afër krijuesit Allahu xhalleshanu. Pra edhe kjo është një prej atyre urtësive apo mirësive, synimeve të agjerimit që shejtanit ja mbyllim rrugët. Shejtanin e ndalim sepse jemi në adhurim. Besimtari këtë duhet ta ketë parasysh se agjerimi është adhurim. Po një adhurim që merr kohë të gatë gjatë ditës tonë. Si për shembull në namaz, unë shpesh e marr si shembull, gjatë namazit, a na lejohet me bë diçka që nuk ka të bëjë me namazin? Sigurisht se jo. Çdo veprim që bëhet jashtë atyre që kërkohen në namaz, na e rrezikojmë namazin tonë. Prishet namazi, për shembull me fol, me hangër, me pi në namaz, gjitha këto e prishin namazin. Edhe agjerimi, si ibadet, duhet ta dim se ne jemi duke e çunë vend urdhën e Allahut. Po largohemi nga haja, nga pija, nga gjëra që normal sikur që e tham, janë, do thotë, të domosdoshme për jetën e njeriut, po e bëjmë për hir të Allahut, për me e dëshmue besimin tonë, për me ushqye shpirtin tonë, për me ngrit ne te krijuesi jonë. Kur ne largohemi gjatë agjerimit prej hajës edhe pijës, atë prej gjërave që na i ka ndalu Allahu, çdo herë duhet jemi shumë më lart. Pastaj, prej urtësive të agjerimit, është po ashtu edhe kalitja e njeriut. Është, do të thotë, ushtrimi, edukimi në bërjen e veprave, punëve të mira. Pra na e ushtron neve sabrin, durimin. E ke ushqimin para, nuk e shijon. Ujin për shembull, s'ka kush që të pengon përveç kujt? Besimit në Allahun xhalleshanu. Do thot është një edukim, është një kalitje, është një ushtrim i vazhdueshëm për njeriu që nëse kjo zbatohet për 30 ditë me radhë, gjatë muajit bekuar të Ramazanit, normal që pastaj ka me dhënë rezultate pozitive, ka me ndikue, pra ka me reflektue në jetën tonë pastaj edhe pas muajit bekuar të Ramazanit. Pra, Allahu xhalleshanuhu nëpërmjet agjerimit synon, dëshiron që njeriu me e pastrue prej shumë veseve, prej shumë vetive të këqija dhe me pajis normal, mënyrë të vazhdueshme, me virtyte, me moral të lartë, gjë që kërkohet prej muslimanit, sepse nga agjerimi nuk kërkohet vetëm, apo agjeruesi nuk kërkohet prej ti vetëm mu largu prej hajës edhe pijës, kjo është vetëm si mjet, si formë, si rrugë, për me arrit atë, sikur që e thamë fillim, devotshmërinë me na ngrit neve tek Allahu xhalleshanuhu. Pra,
pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në hadithet e tij kërkon prej neve që gjatë agjërimit edhe nëse provokohemi prej dikujt, do thot paraprakisht në parim nuk na lejohet neve me bë keq, por nëse provokohemi dikush mundet me na nxit, dikush mundet me te i kalu kufit, do thot, ose pastaj me na ofendu neve, me na sha, ose me na rëndue me fjalë, ne nuk guxojmë me ra, do thot, ndikimin e tij në atë provokim që po na e bën neve, po vetit edhe ati duhet me ja përkujtu se jemi duke agjëruar. Pra, duhet me i thonë, ati edhe vetit se unë jam agjërushëm edhe mu së më lejot me bo çka po bon ti, ose nuk bie në nivelin tënë. Pra, këto janë gjërat e shumta që me agjërim Allahu Gjellëshanuhu synon neve me na afrua sa më tepër ati, pra Allahu Gjellëshanuhu. O gjendëruar, i falenderoj përzemërsisht, do t'ja lëm fjalën kësaj vajze tani për na thuar, në recituar një mesazh për moshatarët e saj. Atë të ndëgjojmë. Adela, po? Bismillah. Selam aleikum shok dhe shoqe të nderuar. Sot para jush jam unë, Adela Qullaku, nxënësja e xhamis Mehmet Terziu. Kush është ai njeri që kur buzët tuaja përshpërisin emrin e tij, mbërthehesh me drithërima e mallëngjim, ani pse kur në jetë nuk e ke takuar atë. I tillë është vetëm i dashuri i Zotit e i zemrave të besimdrejtëve Muhamedi alayhis salam, ku emri i tij vjen menjëherë pas Allahut në ezan. Metës mund të mbetesh neutral e as të dukesh moskokçarës. Ai nuk të jep as ty e as kujt këtë mundësi. Atë ose duhet ta duash, madje ta duash më shumë se çdo njeri e më shumë se vetveten tënde, ose duhet ta hedhësh vetveten në koshën e atyre njerëzve që nga mëria e zemrën ngushtësia e tyre e urrejtën, e zbëm vend në zemrët e tyre të ngurta për të. Dashuria për të është besim, bindje e thellë, por është pasim i denjë i urdhërit hyjnor. Pa këtë dashuri, zemrat e njerëzve nuk arrin ta njohin as Zotin e tyre. S'mund të mos e duam, kur ai na deshti e u mallëngjyer për më hiq pa na parë. A nuk ishte thënë ai në prezencë të shokëve të tij, më ka marrë malli për vëllezërit e mi. Ata e pyetën, a nuk jemi ne vëllezërit e tu, o i dërguari i Allahut? Ai tha, ju jeni shokët e mi, ndërsa vëllezërit e mi janë ata që do të vinë pas jush, nuk më kanë parë, por më kanë besuar. Ndaj teje që për ne e mallëngjyer, do të mbesim të mallëngjyer në gjërë takimin tonë në xhenet ja Resulullah. Mashallah, hoxha nderoj, ju falenderoj përzemërsisht, pasi erdhëm edhe në fund të emisionit. Jam i vetëdijshëm se ka shumë tjera për të thënë, mirë po të jetë si një lloj mesazhi për teleshoqësit tonë, prandaj ju falenderoj përzemërsisht. Faleminderit edhe për juve. Allah inshallah na i pranon ibadetet e adhurimit këtë muaj të bekuar të Ramazanit. Amin. Faleminderit. Të nderuar teleshikues, ishim së bashku me hoxhën e nderuar Naser Efendi Kastrati, ku u mundutëm t'i themi disa nga ata të shumta pra urtësitë e muajit të bekuar të agjërimit, qëllimin e agjërimit, edhe obligishmërinë që na ka bërë i Madhi Zot, arsyeën e agjërimit, e kështu që me shpresë tek i Madhi Zot që këtë muaj të bekuar të Ramazanit, që është qëllimi kryesor, t'i afrohemi me Allahut më së tepërmi, me devotshmëri, atëherë duke shpresuar në këtë virtyt të lartë që është. Deri në emisionin tjetër, unë Shqipran Saramati, ju përshëndes me përshëndetje islame. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.